Është në pyetje një tender që ju ka dhënë një kompani në Kosovë e që ka pretendime, Lirim Mehmetaj thotë që ka shkelje shumë të mëdha. Madje, javën e kalume e ka dëshmu sipas ti dhe ka hedhë dyshime mbi një mori faktesh dhe të gjeturash. Në ndërkohë, kolekt e Kallxo.com e kam bërë një rjet mind map thirrët se si erdhi deri tek dhënia e kësaj kontrate e qeverisë Kurti për mbetjet e kafshëve. LIPKS dhe ITSHPK janë kompania fituese. Selia Ferizaj. Aksionare, në momentin kur e kam fitu tenderin, ose thirrjen publike, aksionare ka qenë kjo kompani me RDCO, e cila në fakt është veç kompani B e kompanisë kryesore në Serbi me RDCO. Tashi, pronari i të dyjave, po kjo është qendrore në Beograd, ka qenë dhe është Muamer Ragipović. Tash normal diçka e kam kuptuar, po këtu pezbulej edhe një farë sekreti. Sa herë këta të vetëvendosjes tentojnë me prezentu diçka në dritë mirë, ose me glorifiku, ose tentojnë me jep si pika pozitive e situatës, bashkë që aty, e bashkë që atëherë duhet me ulumtu, se bashkë që aty, e bashkë që atëherë na del problemi ma i madhë. Tashti, si që besoj e ke po, kur tha Faton Peci, fillimisht të pyeta e nje këtë zotri Muamer Ragipovićin, tha jo, kur s'kom dëgju për ta. Tek ma vonë, më në njëjtës intervist, tha, po i referohë si shteta serb, tha ajo është bosnjak. Vidon, regjia, ju lutëm, asnjë deklarat për cilën po e parafrazon Lirim Mehmetaj, mos malçoni se nuk du me i kur gjo. Fjallët e Faton Pecit janë fjallët e Faton Pecit, s'kena nevoj me ilon me i komentu Lirim Mehmetaj. Muamer Ragipović, kush është? A e njihni ju? Jo, senjor. Keni dëgjuar dhe? Ministri i Bujqësisë, jo vetëm zotin Ragipović, po nuk e njoh asnjë person që përfiton madje dhe subvencione dhe grante. Qendnit shtetas, do thotë tash kuptimin ti, nëna non po thu që është serb, teta non po thu është ka shtetësi serbe. Është shtetas serb? Po. Biznesin e ka në qendër në Beograd. Biznesi, i cili është në Ragipović duket të jetë bosnjak, apo. Edhe, kjo dyshimet e para, më pas, dule edhe me një status në Facebook, ku prap foli, që ku e ki pjesën e fundit, se kjo e parëndësishme, pjesën e fundit të statusit nëse e keni, kur e përmen... Sfidojnë gazetarin hulumtuese e cila është shumë e nevojshme në të tilla raste, që të gjej se ku qëndron shkelja në procedurë e dhënjes me qira dhe funksionalizimin e... Qërë është kjo? Në vend të... Nëse në vend të Muamer Ragipović, aksionari do ta kishte emrin Muhamet Ragipi, shqiptari i Luginës, po shtetës i Serbisë, a do të kishte raportim të njëjtë titull, insinuat dhe i hon? Jo. Atër pse gjithë kjo zhurmë për një bosnjak musliman nga Novi Pazari, kështu ka shkruar Faton Peci? Po, në momentin që e sheni Faton Pecin, tu dash me jep si pika pozitive në situatës, faktin që kjo është bosnjak edhe musliman, dijeni që aty ka problem. Edhe që aty ke piknisja kun... Se ka problem, Lirim? Që pse tregoj? Hajde, tregom. Që aty ke piknisja, hajde ta shohim tash kush është kë bosnjak musliman që për Faton Pecin përbën vlerë. Ky zotria është Muamer Ragipović, është ky person. Po. Ky person është pjesë e një rjeti mediatik. është pronar RTV SP në RTV SP-ja. Po, RTV SP në Serbi. Po. Kjo është pjesë e një mekanizmi bashkë me Aleksandar Vinić, një mekanizm i cili ka në pronësi 10 media, të cilat i kanë dy qëllime kryesore, si që të shohim më vonë. Po. Qëllimi i parë është rikthimi i të dënuarve si kriminal luftët Serbisë në herojtëri, ose rikthimi i tyre nga ditët e lavdis, edhe përmirësimi i imazhit tyre, dhe 2, ngjekja edhe përcjellja e mesazheve që qeveria e Vučićit i ka për qytetarët në Serbi. Për me tregu tash detaje dhe për me tregu që ky konstatim është krejtësisht i saktë që përcjellë hartën. Tash, ky është Aleksandar Vinčić, cila lidhja e Muamer Ragipovićit me Aleksandar Vinčić. Edhe ky është Slavko Stjaković. Për ndryshe ish ushtarak serb, pjesëmarrës në luftën e Vukovarit, dëshmitar i mbrojtjes në rastin e serbëve të akuzuar atje për luftën në Vukovar në Hag.
Që tash ka ndodhur? Jo, cila o lidhja e Muamer Agipovicit me këta dytë? Që tash tregoj. Këta janë një grup të cilë si që din ti, atje ligjin, besoj e një ma mirë son, ligji që është në Serbi. Ligji, atje mediat marrin fonde drejt për drejt nga pushteti. Nga pushteti, nga shteti. A edin këtë gjin që e ka ndalë Albin Kurti, po atje vazhdo me ja për Aleksandr Vučići. Atje është me legj edhe me demek si mundësi që me liru media nga dikimet private. Po të mediat lokale ma ndë ishkon përmes komunave dhe rajoneve të ndryshme. Sakt, këta i kanë nda me komunat. Për shembull, ku garon ky për fonde publike, këta dy nuk garojnë. Ku garon kë, këta dy nuk garojnë. Ku garon kë, këta dy nuk garojnë. Po tash atje është edhe një situatë. Ka limit kur një media mundet me i marë fondet e caktume edhe është një shifër, se s'mund me marë 100%. Çka bojnë ta, krijojnë rrjet të medjave, për shembull kjo ka STV-n, Srpska televizija, Sremska televizija, si se një gjuhën serbe, edhe kë e merë shumën e caktume maksimalin sa mundet, kurse pjesën tjetër ka bo televizione dhe grup medjave tjera. Superprodukcija, centralna produkcija, promo produkcija, nova produkcija, Sirmium produkcija. Të cilat i marrin fondet e radhës dhe i huazojnë teknike nga këtu dhe po ashtu e pagujnë të njëjtin televizion për prodhime që i bojnë, që i bjenë këtë parë shkojnë prapë këtu. Prodhimin, tash, i njëjti pronarës. I njëjti. I njëjti pronarës. Përmes, për shembull, një gazetori, televizionit vetë, një drejtori, po i njëjti. Aplikojnë fondet ndryshme, me teknikën e njëjtë, quhet produksion me emrat ndryshëm, dhe më pas, në vend që me thonë që unë duka gjini s'pe prodhoj, i thëm lirim me metajt lirim, apo shkon me bo përmes një produksioni, një dokumentar që ku i kiparet, mi jep do pare mu për me ta transmitu. Tekniken mere temen, edhe transmiton duka gjini. Po, ta shurit marë pare për transmitim. Po, sakt. Edhe e bojnë, e majnë krejt. Këtë qetëri, që kjo është, si me thonë, moguli maj madhë për krejt tyne, që janë mrena një rjeti. Po, Slavkos Tijaković. Po, edhe kjo ka krejtojnë mediati. Izrume, TV Fruška Gora, RTV Centar Srem, Radio Brega iz Tetela, Televizija M, RTV SIS, SS, Turistička televizija. Po, disa, ka dhe tjera. Edhe këta nuk i ndërhyn njëni qetërit, kur njëri për tyne aplikon, i kanë të ndame me rajone, me komuna, edhe i marin këtë fondet e shtetit për media. Okej. Edhe ta shti, qka ndodhë? Këtë media të shtyne, të e përfshit këta Muamer Agipovicit, për ndryshë se cilë është biznes edhe në fusha tjera ka. Për shembull, kjo ka ndërtim. Kjo me ven meret. Kjo ka bizneset e tjera. Këtë fondet që i marim për shtetit, i shfrytëzojnë për mediat e veta, të cilat media jëmë pjesë e një strukture që është atje botërisht e njore, e ditur, që është e afërt edhe i përcjell politikat e partisë Aleksandr Vučićit, mas taksimit Vučićit. Për ndryshe që kaloja në po, veç edhe diçka. Ky ka qenë Slavko Stijaković, qërë fotografin kërë të dëshmun hak. Po, dëshmitari mbrojtër për luftën Vukovar. Po, edhe kjo është një kriminal lufte i dënum. Po. Veselin, lezoja emrin. Slijavan Čanina, qa po dione. Kjo është i dënum për krime lufte. Edhe i njëjti shfaqet. Slijavan Čanin. Po, kjo i dënum për krime lufte, i njëjti shfaqet në për mediat e këtyne. Po. Edhe vazhdimisht rikthehet si figura heroike të Serbisë, pasi që janë dënuar. Një kriminal lufte i dënuar në Hag për luftën Vukovar shpallet hero dhe portretizohet si hero në mediat në cilat është pikërisht edhe ky Bosnjaku. Po, tash ti kalojt e tjetra. Që ky Komnet është një rjet i medjave që është komplet në diktatin e partisë Aleksandr Vučićit. Krejt që to media, që shpojshini, edhe këto e në visë televizionet, krejt që në pjesë e të njëjtë rjetë, zyrtarisht. Edhe këta, për shamu, që to përmindash të fondet e pareve, që vinë për i Vučićit, pra për i qeverisë, komisionin e bojnë qëta. Pra, qëta njerës që marin pare për i Vučićit, pra ju po mendoni, po mendoni, dhe keni dyshime, që qëta njerës që marin pare, që të në njerëzë për ju jep kontrat? Tash, nuk janë dyshime këto.
E keni edhe këto, i keni të rjeti gazetarëve të pavarur serb. E keni të qendra për analiza dhe kritike e Vojvodinës. Këto janë hulumtimet gazetarëve të pavarur serb që janë atje kundër pushtetit. Këto janë të mbledhuna për tyne. Unë thjesht kom hulumtu në përburimet besueshme edhe i kom gjetë. Krejt që ky rjet, i cili është rjet i strukturum, i mirëmbajtjes së politikave të Vučićit dhe rikthimit të dënuarve për krime lufte si heroj të Serbisë. Çdo dy rrëfime, kanë çdo dy narracione për cilën. Pjesë e krejt këtij organizimi është çaj bosnjaku musliman, i cili çuditërisht fiton tender prej qeverisë së Kosovës. Që merr parë pe Vučićit, me shpërndar propagandë, çuditërisht ka ardhur në Kosovë edhe ka fituar me një kompani tender ose funksionalizimin e fabrikës së mbetërve shtazore.